Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Malbora bën gjestin fisnik, adopton qenin e fermës. Pas përjashtimit të saj nga gara në fermë, Malbora ka publikuar së fundmi në Instagramin e saj një foto të qenushes Mika, e cila ishte në fermë dhe u afrua shumë me të. Madje ka qenë një ndër afrimet që i ka vënë në pikpyetje banorët se mund të jetë qeni vërtet i Malborës, por e vërteta qëndron ndryshe. Mika ka qenë një qenushe pa të zotë, pa pronar, e cila rinte në strehimin e kafshëve të pambrojturat, një organizatë e njohur në Shqipëri. Me hyrje në fermë të Mikës dhe afrimitetin e madh që ajo ka pasur me Malborën, ka ndodhur vërtet një gjest fisnik nga ana e Malborës, e cila me daljen e saj ka marrë edhe Mikën duke e bërë qenin e saj, duke adoptuar. Një gjest ky që është vlerësuar shumë nga djegësit dhe i rrit shumë pikë për shpirtin e saj human.